po t'i hiqen këtyre të gjithë instrumentat e kontrollit mbi sistemin, ndoshta ka një shans qeveria teknike. Por ndryshe, qeveria teknike është një instrument qorr në duart e politikës që kontrollon gjithçka, sepse çfarë do i bënte Lea Ypi oligarkëve, Çetit ose Samirit ose para se ta kuptoj se ku janë lidhjet e tyre zonja Ypi, do këtë shkruar dhe pjesën e dytë librit vetë, domethënë atij librit me kujtime që e shiti si libër akademik, po kjo është çështja e saj se nuk duhet ta anatemoj një kolege, është kolege nderuar, punon në një universitet jashtëzakonisht shumë prestigjioz, kështu që në fakt, domethënë unë jam dua që ta vlerësoj arritjen e saj, pavarësisht se nuk e di se çfarë kontributi ka dhënë në akademi, por gjithsesi njeri vlerësueshëm, njeri që ka shqiptar i suksesshëm. Pra, zonja Ypi do kishte qenë një shqiptare fort e vlefshme për shtetin shqiptar, nëse do kishte jetuar brenda shtetit shqiptar, do ishte dhënë mundësia që këtë sukses ta kishte brenda shtetit shqiptar. Po arsyeja pse ajo nuk ka mundur do të jetë e suksesshme brenda shtetit shqiptar, është pikërisht kjo pari e cila kontrollon gjithçka, dhe ti thjesht në kryet një qeverie si kukull, sado e bukur për tu parë, nuk besoj që bën ndryshimin e madh. Zoti Roy, më 22 janar gjykata kushtetuese do të mbajë seancë të hapur publike sa i përket ankimit të Edi Ramës në raport me pezullimin e Belinda Ballokut nga gjykata e posaçme, duke cilësuar këtë veprim si antikushtetues. Ju si mendoni, a do të jetë gjykata kushtetuese në nivelin e saj institucional për ndërmarrë vendimet e duhura, apo do të lërë shtigje për interpretim ashtu siç ishte në rastin e vendimit saj të fundit në raport me gjykatën e posaçme? Pikës pari, gjykata kushtetuese e shtyu afatin, hodhi topin tek viti i ri, duke menduar që deri në vitin e ri do këtë bërë diçka ose arbitri, do jetë anulluar loja, do këtë ndryshuar fusha për të bërë një analogji futbollistike, se ne shqiptarët e duam shumë futbollin. Mirë po, unë mendoj që ajo do të jetë një pikë kyçe e vazhdimësisë. Pra, kur më pyet më parë çfarë do të ndodhë, si do të ndodhë, duhet parë se deri ku shkon ndikimi i Paris dhe deri ku shkon ndikimi i aktorëve ndërkombëtar. Unë mendoj që në pika kyçe, historikisht, Paria ka treguar që kontrollin e ka ruajtur të instrumentave të brendshëm. Sepse ata njerëz që janë pjesëtar të gjykatës kushtetuese kanë lidhje të shumë fishta, të 300 fishta me Parinë e Tiranës, lidhje familjare, lidhje gjaku, lidhje krushqie, lidhje nderesh, lidhje biznesi, gjitha llojet e lidhjeve me Parinë e Tiranës, dhe është e pamundur për ta që të ekzistojnë, ose për të gjithë ata, për disa prej tyre mund të jetë e mundur, po jo për të gjithë, që të ekzistojnë në një kontekst ku bëhen armiq të Parisë Tiranës. Një shembull shumë i madh për të përdorur në këtë është që ish kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili tani më është në burg për korrupsion, të mirë provuar, pavarësisht se aleatët e tij përpiqen që ta lidhin këtë me drejtsinë që po e tekalon cakun e vet. Dikur zoti Veliaj ka qenë njeriu më i favorshëm i ndërkombëtarëve, është marrë, është edukuar në rrjete të ndryshme, dhe praktikisht është përgatitur, ju ndërtua dhe një parti me cilën ai nuk pati fort sukses, ja imponuan, ndoshta jo imponuan, po pati një lloj detyrimi, një lloj shtyrje që ai të futej në radhët e Partisë Socialiste, ishte deputet, bëhej ministër e gjitha këto, dhe përfundimisht kur erdhi puna që erdhi në qeverisje, ai nuk u bë mash e atyre që e vendosën aty, por u lidh me grupe biznesi dhe u përpoq të përdor ndikimin e tij brenda sistemit për të qenë lojtar i fuqishëm brenda sistemit. Humbi lojën sepse kryeministri, siç e thash më parë, është lojtar fort i rregjur politik dhe njëri që që e njeh shumë më thellë edhe mendsinë, edhe historinë e shqiptarëve etj. Por është një shembull zoti Veliaj i atyre që dështuan, i projekteve të dështuara të ndërkombëtarëve, të cilat u kooptuan menjëherë nga mënyra se si funksionon Paria e Tiranës, nga paratë e Parisë Tiranës dhe nga lidhjet e thella të padukshme ndoshta për një huaj që kishte me Parinë. Këtë mendoj unë që do të vërtetoj edhe gjykata kushtetuese. Po nëse
nëse unë jam gabim në këtë analizë timen, nëse paria ka humbur këtë lloj kontrolli, atëherë çdo gjë është e hapur për shqiptarët dhe zoti Rama nuk i ka punët mirë. Sepse me datë 22 ka 3 mundësi. Mundësia parë dhe më e mundshme është që të shtyhet edhe një herë topi. Do të marrim një vendim, po diku nga marsi, prilli, derisa deri atëherë janë harruar gjërat, është bërë një qeveri teknike ose diçka tjetër, është gjetur një truk tjetër për të hequr vëmendjen e njerëzve. E dyta është që të thonë heqja e kryebashkiakut është e paligjshme dhe ai duhet të rikthehet në detyrë, liroheni urgjentisht dhe kjo do të ishte në favor të Parisë Tiranës. Dhe e treta do ishte që të merrnin anën e Spakut dhe të thonin që jo, arrestimi është i drejtë për shkak të veprimeve korruptive etj. Unë mendoj që e para ka më shumë mundësi se sa dy të tjerat, po duhet parë. Në çdo rast, se nuk duhet që të bëhem Cassandra, ai vendim do të na tregojë shumë çka për gjendjen aktuale në Shqipëri. Dhe pyetja e fundit, në këtë rast duke mbetur te pjesa e Belinda Ballukut, a mendoni se Spaku do mund të arrijë të shkojë drejt arrestimit të saj, apo siç thonë ju Paria e Tiranës mund ta bllokojë në kuvend heqjen e imunitetit dhe mandatit të Belinda Ballukut? Sërish nuk du të bëhem Cassandra sepse nuk i kam informacionet aq të thelluara brenda për brenda Spakut që të mund të flas në këtë me siguri në këtë anë. Por do t'ju jap përgjigjen, mos keni merak. Unë mendoj që Paria e Tiranës nuk do që të arrestohet Belinda Ballukut. Lërini çfarë thonë nëpër parlament, lërini ato qesharakërit që ndezin pishtarë në parlament, atë punë ka bërë dikur dhe Ilir Meta, ka qenë duke hyrë ish-kryetares Josefina Topalli për të bërë mundje me të, domethënë se kishin lënë takim mundje ndoshta në atë moment, po ato janë qesharakërir, ato janë teatër. Lërini ato. Askush nga këta nuk dëshiron që të arrestohet Belinda Balluku. A e dini pse? Sepse po arrestua Belinda Balluku, do dalin baxhanakët, kunetrit, deputetët që kanë marrë tendera hidrocentralesh, tendera rrugësh, tendera bashkiak, e të tjera, ndër të cilët dalin dhe emrat e tyre. Pra po u hap loja, Belinda Balluku ka qenë një pjesë kyçe e mekanizmit korruptiv. Dhe ndaj dhe Edi Rama nuk e lëshon. Nuk e lëshon, jo se ka ndonjë dashuri të veçantë për të, se Edi Rama nuk ka dashuri për askënd, i përdor njerëzit sikur të jenë masha, por nuk e lëshon sepse ka bërë llogarinë që nëse lëshon këtë, dëmi është i pa llogaritshëm dhe në atë dëm nuk hyn vetëm ai, po hyn familjarët e tij, hyn familjarët ish-kryeministrit më parshëm që është sot shefi i opozitës e të tjerë. Pra, fati Belinda Ballukut, po tjetë për Parinë e Tiranës, nuk arrestohet as gjikundi. Do gjendet një zgjidhje e cila mbas disa kohësh ajo të dalë në gjyq, të bëjë një diçka, siç e kanë gjetur për shumë kënd tjetër. Ama fati i saj do të jetë letra e lakmusit për atë që do të ndodhë në Shqipëri. Pa arrestimin e Belinda Ballukut nuk bie Edi Rama. Dhe opozita nuk do të punojë që të arrestohet Belinda Balluku. Këtë parashikim, ju lutem të ma besoni, sepse opozita ka çdo interes përveç se arrestimit të Belinda Balluku. Ndaj këta do të punojnë gjithë bashkë, në të gjitha format, në të gjitha mënyrat, 1 për të zhvlerësuar Spakun, 2 për të delegjitimuar atë, 3 për të thënë që Belinda, ndërkohë që bërtasin Belinda, veprojnë u shtyn, një farë mënyrë e pranuan shtyrjen e Komisionit Mandateve, derisa të flasi gjykata kushtetuese etj. Pra të gjitha këto janë të lidhura në një hallk, e cila në fund do të dalë hapur se nuk ka se ku të shkojnë në fund. Por janë gjitha të lidhura dhe këta janë gjithë lidhur bashkë. Zoti Roje, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, analizën dhe argumentet këtu në Agora News. Faleminderit ju për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.